15 ligjit. Në një takim me dyer të mbyllura morën një vendim të rëndësishëm. Këshilli Prokurorial të Ajtën anuloi procesin e rekrutimit të prokurorëve të rinj. Anulimi i procesit të rekrutimit të prokurorëve të rinj konsiderohet se është pasojë e situatës aktuale në Këshill, e krijuar pas mospajtimeve mes anëtarëve në lidhje me shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Është ekskluzivisht si rezultat i këtyre veprimeve dhe ngjarjeve të cilat natyrisht që mbasi mund të kenë rezultuar me pamundësinë e zhvillimit të procesit rekrutimit brenda afateve siç përcaktohen me dispozitat respektive të rregullorës për rekrutimin e prokurorëve. Prandaj në bindjen time është në vazhdim e dështimeve që ky këshill ka pas në jo pak raste. Këshilli Prokurorial në vazhdimsi ka ngritur si nevojshtimin e prokurorëve dhe stafit profesional. Në këtë rafsh, shtyrja e proceseve rekrutuese vlerësohet me efekt negativ në punën e sistemit prokurorial. Të gjitha prokurit në gjitha nivelet, posa që është ato themelore, janë në krizë të madhe numrit prokurorëve, e cila ka krijuar një situatë pa precedent, një volum shumë të madh, një ngarkesë të madhe mendore, një lodhje madhe psiqike, por edhe fizike prokurorëve nga pamundësia e mbulimit të gjitha rasteve dhe pamundësia e përfundimit me efikasitet të hetimeve. Në anën tjetër, Këshilli Prokurorial ka thënë se brenda afatit të parapar-ligjor do të publikohet vendimi për anulimin e procesit të rekrutimit të prokurorëve të rinj, në të cilën do të bëhen të ditura edhe arsyet e këtij vendimi.